ftuar për seancën konstitutive. Partia Demokratike e Kosovës ka pozicion të qartë politik. Ne do të jemi në opozit, mirë po ashtu jemi të interesuar që sa më parë institucionet e Kosovës të konstituohen në mënyrë që të fillojnë të adresojnë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës. Po, fitëzën e snogë për një front të përbashkët opozitar, si do qëndrimi ju i rreth kësaj ide, cilën e ka folur edhe vetë kryetari, tani më i rikonfirmuar i LDK-s Lumera Dezhiku. Sot jam për të folur vetëm për seancën konstitutive, PDK do të jetë në opozit. Jemi vite larg me lëvizjen vendosje, dhe shuajmë fare pak hapësirë për bashkëpunim, këtë qëndrim e kemi bërë të qartë. Mirë po kjo nuk do të thotë që nuk bashkëpunojmë kur janë në pyetje konstituimi institucioneve dhe interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, por jo në qeverisje. Në ndërkohë që opozita ka nevojë për bashkëpunim, po ne ende nuk e dim sakt kur do të jetë në opozitë e kush në pushtet. PDK do të jetë në opozit. Mo qëndrimi është i njëjtë për pozitën e presidentit, përveç dikush nga familja Jasharit, për tjerët? Çështja e presidentit është një vend pune. Zgjedhja e presidentit i mundson alimputit qeverisje 4 vjeçare. Për ne, forca është i rëndësishëm presidenti, është raporti me SHUBA-t, është gazi amerikan, është sektori privat, liria e mediave, mbrojtja e demokracisë, pra ka shumë çështje rreth së cilave ne kemi dallime të thella. Dhe zgjedhja e presidentit i mundson alimputit edhe një qeverisje 4 vjeçare. Zonë Qitaku, nëse kemi këtë reformë politike, jemi në afër zgjedhjeve në pamundësi të krijimit të numrave për çështjen e presidentit, apo ka një formullë tjetër? Janë edhe 98 deputat, pa deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, ka pasur bisedime më herët, është folur që do të ketë bisedime sërish, por po e ripërsëris. Është shumë e rëndësishme që kuvendi të konstituohet, mos të ketë zharditje dhe mos të provohen kriza të reja institucionale dhe kushtetuese. A e kemi zharditje? Vlad.